Dhe kur ka thirrë Berisha mua, me Safet Xhulalin për të më emëruar, shkurtimisht më zuri ngoj dy probleme. Edhe pse ka qenë antar i Partisë Punë Shqipërisë, tha Berisha. Me qëtësi, atë krauti ishte Adem Çobani, shef shtabi. Mande ishe këshilltar dhe shef shtabi, njëste nga afër, aje propozoi, edhe pse ka qenë zbulim strategjik jashtë shtetit, duke të vlerësuar, do të emërojmë shefin e degës bashkëpunimi Shqipëri, Turqi dhe Përgjithësisht Gjysmë Turke në kabinetin e ministrit mbrojtjes Safet Xhulali. Safeti vinte nga Peshopia, çfarë mund drejtonte. Unë sa kisha marrë Akademinë e Stambollit, si jam i parë marrë Akademinë e Stambollit. Dhe u ktheva, po ama isha shumë i lodhur, kisha menduar largohesha. Isha shumë i lodhur. Shqipëria po digjej. Ishe shumë i ri. Po Shqipëria po digjej. Çmë shëbëti, nuk erdhi demokracia në Shqipëri në rrugë demokratike me debat, me alternativa. Erdhi me lufte, me shkatrime. Pra vetë ardhja e ndryshimit të sistemit në Shqipëri nuk ka në rrugë demokratike, nuk ka në rrugë njerëzore, nuk ka në rrugë intelektuale. Po vranë dhe soptuan. Ju vëzërë Shqipëri, pa dhe unë detyrimisht nuk e shkoj jeve dhe time. Dhe i thash me qëtësi, u jam krenar për të dy ato i thatë juve. Sepse para ishi njëzë vëndeshëm, dhe e dyta, unë i kam shërbyer me jetë sigurisë dhe mërtis kombëtarët dheut. Nëse do punoni me mua në barabartë, reciproke, mund dhe vazhdojnë të kundërt, ja pra do të shtu unë. Qa tha Berisha? Dhe Adem Çobani vërdojnë këtu. Adem Çobani vërdojnë këtu mua, ja Berisha shu. Dhe doli e mërimi fillova. Pasaje, do e mëroshin 3 atashet ushtarak të parja shtetit. Dhjetor, 1904. Ilia Vasho, shefishtaj përgjishëm. E emërohet përfaqësues joni parë, partitë parë të Bruxelles, 3 parët, në Amerikë, kolonel Halil Kraja, shef i kabinetit e ministrit mbrojtjes, erdhi Turqia. Te Turqia, ta ku do emërojmë? Ilia Vasho, hajro lime, tha të kemi tafit, tha. Jo, tha Xhulali. Më duhet ministriu, kam shumë domosdoshëm. Pse? Se partia që dhe emra di donde. Di dhe emra të shkanë qenur. Agim Baruti, general, Aslan Bushati që u akuzua për lëndë kimike, kolonel, futur njëzit, bësha të shëret, s'kam kërë dhe të shëmshtarak. S'kam kërë, sikur dhe të rëvun. Dhe aty Berisha të nasim njërë, thot. Turqia për neve shumë rëndësishme, ai ka dhënë prova, ai atë shëmshtarak, ai më drejt fere. Prandaj ke vlerësuar Berishën, se kemi qenë një emision bashkë. Da, po të kishe qenë, të kishe dorë nga... Edhe, unë tjetër punë, dhe fillova tjetër punë. Pra këto janë shkaqet e vazhdimësisë time. Por, atasheu ushtarak në një shtet tjetër është personalitet i akredituar si ambasadori. Konventa Vjenës sot atasheu ushtarak është përfaqësues i forcat armatosura në shtetin akredituar dhe kryen detyrat e përfaqësisë të forcat armatosura, detyrat informative. Pra vazhdo këtë apo jo? Dhe të bashkëpunimit të mëtejshëm. Një pyetje kam. Ato 9 vite që ke qenë si zbulues jashtë Shqipërisë gjatë regjimit komunist, çfarë jete familjare bëhe? Se, do të thënë, familja ke pasur këtu, bashkëshorten këtu, fëmijët, na tregohet atë historinë si u vure emrat fëmijë. Më 6 prill të vitit 1979, u isha në Lavaleta në Mars. Dhe më njoftuan që lini vajza. Dhe që ande i dërgova me radiogram, emri i vajzës të quhet Aurora. Pse? Do vetë djalë, do vitë të dy, se djalë i kështu lidhur. Ndërsa... Jo, pse vure emrin Aurora? Darë të them, do janë lidhur me djalë prit. Ndërsa, në vitin 1982 isha në Napoli Italisë. Po? Dhe më njoftohen lindni djali, dërgova radiogramit të quhet Ardit. Pse? Pse janë emrat e 2 fëmijëve, Aurora dhe Ardit, të janë të lidhur drejt për drejt misionin tim. Wow! Në martë, kur kisha mundësi, lexoja libra në lidhje me zbulimin. Dhe midis të tjera kisha një libër ku flite për kryqëzorin e fuqishëm Aurora, rusin. Flotës ruse. Edhe ta ishin në kalat atje. Edhe pa shumë gjëra që u ndikja flotë gjashtë amerikane, kur shkoi aeroplan majset John Kennedy edhe me radhë, me 72 avion mi vete dhe raportoja urgjent me shifër ministre e mbrojtjes, apo jo. Dhe ky që shkaku që voremën tim Aurora. Po djalë Ardit. Po? Ishte mjergull.
në Napoli dhe zhvilloi stërvitje e NATO-s, ku ishte Italia. Dhe afro një kryqëzor i fuqishëm e kishte emrin Ardito, hoqja on dhe dërgoi emrin Ardit. Pra dy emrat e figurës kanë lidhje në funksionin tim. Janë krenar ata për këtë punën tënde, apo të kanë thënë, babi, ti na ke vëshisuar jetën me këtë misionin tënd? Kur zhvilloi lufta civile në Shqipëri, 2007, unë më shumë rria në zyrë, shkoj do të shtëpi. Fatmirësisht shteti Turk, që ke parë më hapi dyert, ambasadorëve mbyll dyert. Po themi trosh, ambasadorëve të mbylli urdhër Demireli, të cilët i di shumë i presidentit jon, sepse bëni politik partije jo shteti. Për shembull, ambasadori kishte Skënder Shkupi, merrej me kudër PS-s dhe Fatostano të shtypi turk, televizion turk. Dhe tha stop. Pra doli nga misioni. Unë mund të kisha rezervat e mia, po shava, unë ato do të largohem nga misioni që kamte. Nëse unë krya detyrën e shtetit, Shqipëria. Dhe ata u binën, prandaj mua më priset Demireli natën. Të kanë strehuar aty? Të kanë strehuar aty? Pastaj më priset Çileri, ministrat e mbrojtjes petrolore kur do. Dhe unë Çileri kam kërkuar natën dhe natën më priti. Dhe bëri deklaratë fuqishme, ku shpreh 3 herë, ku shpreh Shqipërinë, për sepse ti jesh në atashe ushtarak, po nuk je oficeri inteligjencë ushtarake je kot. Po nuk i njohë në mënyrën e vendit ku jetë, në mënyrë të shkëlqyer je kot. A ndikuat ju te kjo deklarata e Çillerit? Unë paraqita i thash zonja kryeministre. Pardje 900 trupa ushtarake të divizionit 8 kryesores Janinës janë veshur me forma civile dhe kanë hyrë në jugun e Shqipërisë me flamë multivorë e Pirit. Ndërsa 1200 trupa janë në kufirin me Shqipërinë. Dje vajti zëvendës ministri jashtëm i Greqisë në jugun e saj. Amerika mbylli ambasadën. 2 helikoptere nga aeroplanacia John Kennedy erdhën sa Sadymi Kemal Safa dhe ambasada u largua. Shqipëria ka ngelur vetëm. Dhe ajo bëri deklarat? Dhe ajo sinjalit drejtorit përgjithshëm të zbulimit ushtarak, Qeti Saner, Gjerani Treuje, e kishte gruan në origjinë nga Shkodra, të vjetër, pra unë dija dhe kufutesha midis tyre. Dhe po tha, ashtu është. Dhe ajo pasaj bëri deklarat 3 herë në një muaj ka bërë deklarat ajo. Të ndryshme. Larg duart në Shqipëri. Larg duart në Shqipëri dhe të mëteshëm dhe dërgoi 900 trupa ushtarake në zallherë të forcave turke në kuadrin e operacionit Alba. Zoti Limaj, a e ndjerën ndonjëherë në rrezik për jetën gjatë misioneve tuaja? Natyrisht. A mund të tregoni? Ata që kanë dokumentin që futen në arshiva, të cilën kam dhe unë, kur hyn në arshiva e merr një person, janë disa fletë të cilat janë të kapura i s'hapen. Edhe sot. Po janë të pakët, nuk hapen. Nuk hapen? Jo, nuk letë do të njeri. Nuk letë do të njeri. Kuptona po janë? Po të vlerë kanë? Po, ato kanë vlera sepse, edhe pse kanë ndryshuar sistemi dhe ka shumë vjetë, aty janë shtete dhe emra personash direkt të cilët krijojnë konflikt. Tani, si mora unë informacione që Ministri i Mbrojtjes Greqisë jep këto urdhë divizion Janin. Po pastaj ky është informacioni klasit parë. Tani, ka emra atje. Pra, këtu ka përplesa të mëdha. Prandaj shumë oficerë tanë të veshur me petkull diplomatik jashtë shtetit, edhe sot nuk flasin dot. Ne kemi kuadër të shkëlqyer, Selim Malaj, ka qenë sekretari i dytë ku vendos marrëdhëniet diplomatike, po të libri 2 dhe kam të unë, në Itali, si fatkeqësisht ndarë nga jeta këto probleme. Ne kemi Nein Furgjiun, sekretarin e 2 në Romë, i cili ai ishte kryesori që i formonte për edhe grupin e Gjedet Mustafës. Ne kemi Klime Gekpriftin, që ka qenë sekretari i parë kur vendosa marrëdhëniet e para me Greqinë, që andaj pastaj shkojnë në Austri, që mbulon Jugosllavinë, që binin informacione, që i vinë komandantët përgjithshëm dhe komandës përgjithshme, mi bazën e këtyre informacioneve ndërtoi strategjia e mbrojtjes dhe struktura dhe organizimi i forcave armatose të Shqipërisë. Jo, ku ishit ju në rrezik, jeta juaj? Të thash, një herë në Rijeka, një herë në Varna. Mos them tjerat.